Përballë kishës së bardhajve në një gjatësi rreth 200 metra në shtratin e lumit Kir vazhdojnë të shtohen stoqet me mbetje industriale. Tani që lumi i Kirit ka shtërruar, gjendja rënd është bërë edhe më e dukshme. Mbetjet industriale janë hedhur në kundërshtim të plot me çdo rregull. Filmimet e realizuara para ditën e së dielës tregojnë një situatë shumë të rëndë të krijuar nga grumbullimi i këtyre mbetjeve. Ato janë transportuar këtu me mjete të ndryshme, pasi edhe rruga që të çon deri te vendi i shkarkimit është tashmë e qartë dhe aksisueshme. Bëhet fjalë kryesisht për mbetje plastike dhe lëkure me bojra të ndryshme, të ndaluara rreptësisht për t'u depozituar jo vetëm në shtratin e lumenjve apo në mjedise pranujrave, por as në sipërfaqe të hapura për shkak të ndotjes së rëndë që shkaktojnë. Megjithatë, duket se kjo rrezikshmëri është harruar dhe mbetjet vazhdojnë të hidhen këtu duke krijuar stoqe në shtratin e lumit, të cilat më vonë do të merren nga rrjedha e ujit dhe përfundojnë në urën e Bachallekut dhe në lumin Buna. Siç duket qartë, këtu është krijuar një situatë alarmante me shkelje flagrante të ligjeve për mbrojtjen e mjedisit. Fatkeqësisht mbrojtja mjedisore në Shkodër ka qenë dhe vazhdon të jetë inekzistente. Kjo vërtetohet nga skena të tilla të stoqeve me mbetje industriale dhe nga prania e madhe e mbeturinave inerte përreth qytetit të Shkodrës. Kemi të bëjmë me një gjendje shumë të rëndë, të njohur prej vitesh dhe që vazhdon të përkeçohet, por përballë saj vetëm heshtje, asgjë më shumë, përveç raportimeve të herpashershme nga mediat, të vetme që e kanë bërë publik të shqetësim dhe rrezikshmëri, por që deri më sot ndaj këtij problemi ka pasur vetëm heshtje.